Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur së fundmi se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të ndodhë pa përmbushjen e detyrimeve nga ana e Beogradit. Kjo përgjigje erdhi pasi Kurti u pyet lidhur me deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump për të riangazhuar në dialogun Kosovë-Serbi, si dhe për të shtyrë përpara procesin e normalizimit. Kurti theksoi se Serbia po shkel marrëveshjen bazike dhe se hapi i parë duhet të jetë dorëzimi i Milan Rajdojčić, të cilin e ka cilësuar si kryekriminal përgjegjës për vrasjen e policit Afrim Bunjaku. Ne kemi një marrëveshje bazike me Serbinë, e cila po shkelet nga Serbia dhe natyrisht që për të normalizuar marrëdhëniet mes dy vendeve tona, është e domosdoshme që ata pikë së pari u dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton Milan Radojčićin, kryekriminalin që na vrau reshterin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku. Kurti shtoi se beson në mundësinë e normalizimit, por sipas tij, trysnia duhet të jetë mbi Beogradin, ndërsa vlerësoi lart rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.